Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Këshilla për zonjat që që kanë kaluar menopauzën ose janë në menopauzë, nuk e di tani, që janë fikur llampat. Shëndet, akne dhe qime. Shumë keq tingëllon kjo. Përcaktuar që femra mos jetë unike, por të jetë copy paste me moza, me buzë, me gjoks. Prandaj atyre nuk i funksionojnë, po themi dietat normale që bëhen. Sepse pa rregulluar insulinorezistencën, ajo dietë siç i morë kilot, siç i humbe kilot do t'i rimarrësh. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Dhe ja, ku jemi përsëri, mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Mirë, shumë bukur mirë se dashur, jo përshë një Buçi podcast, kështu që kësaj radhe do të keni parasysh një vëmendje akoma më të madhe se sa herët e kaluara dhe mos harroni like, subscribe dhe gjitha të tjerat pastaj më vonë. Përshëndetje, si jeni? Tek jeni? Ç'a bëni? Mirë jemi. Njerëzit tashmë njohin Luanën, Luana tashmë mikeshe podcastit dhe një nga kostaret e kompetenteve, por Adia është figurë e re, të paktën për ta të mit. Normalisht se di se ajo është shumë herë më e madhe, mbase më shumë fuqi do marr unë nga ti, po që kush është Adia? Se të kemi edhe në mes këtu në ekran. Duhet ta prezantoj unë veten. Po zakonisht më mirë ashtu i bie. Okej. Kush është Adia? Në fakt, Adia është një profil shumë i hallakatur, sepse e kam filluar karrierën time profesionale si një bankiere. Kam punuar për 16 vjet në bank dhe vetëm në muajin shtator të këtij viti jam larguar. Pasi pjesa e health coaching me të vërtet u bë intensive dhe interesante dhe unë ndjeva atë thirrjen e brendshme që duhet të kaloja në një gjë time, ndoshta në një biznes timin, pasi kam edhe plane të tjera për në vijim. Kështu që gjatë gjithë këtyre viteve un kam qenë një bankiere me ndoje suksesshme, pasi kam nisur si specialiste dhe kam arritur të qëndroj si pozicion nën drejtorin ekzekutiv të bankës, kam qenë drejtoresh për gjithë rrjetin e degëve të bankës ku kam punuar. Kështu që kam akumuluar një eksperiencë shumë të fuqishme menaxheriale për të punuar me njerëzit, për të njohur njerëz, për t'i drejtuar, për t'i trajnuar e me radhë. Kështu që për këtë pjesë jam shumë krenare, edhe pse tashmë i përket të kaluarës time. Dhe përpara 3 vitesh, kur ishte koha e izolimit nga Covid, jo për shkak të Covidit, se duket sikur unë shfrytëzova kohën e Covidit, edhe domethënë jam nga ato që nuk rri dot pa bërë gjë. Jo, nuk ka lidhje, domethënë ishte thjesht një rastësi që unë mendoj rastësi nga ato që vijnë nga Zoti, që në kohën që ne u mbyllëm me Covidin, unë sapo isha regjistruar në një trajnim për të bërë një diplomë si life coach. Sepse më duhej për punën time, në fakt, në bank, duke qenë se kisha në varësi 450 njerëz, mbi, më shumë se 450, më duhej të trajnohesha mbi mënyra, le të themi, kontemporane dhe shumë perëndimore në menaxhimin e njerëzve. Edhe ju futa life coachit, ishte një diplomë që zgjati 1 vit e gjys dhe për shkak të pandemisë u realizua online, sepse normalisht ishte e kombinuar, ishte formë fizike dhe online. Por për shkak të pandemisë u realizua online nga një kompani shumë prestigjioze me qendër në Londër dhe në New York, Noble Manhattan. Dhe nga aty pastaj më hyri pasioni për coaching, për të qenë afër njerëzve, për t'i dëgjuar, ka qenë gjithmonë një pasion i imi që në vegjëli, në fakt, edhe pse psikologjisë pak. Për të gjithë ato që nuk e dinë se çfarë është coaching, coaching është një, si të them, një diçka e mesme midis psikologut edhe trajnerit, no? Domethënë është pak a shumë si ai coachi i futbollit apo dikush që të ndjek në palestër, që të kap për dorë dhe të shoqëron ty derisa ti t'ia dalësh të arrish rezultatin, qëllimin që ke vendosur të arrish. Dhe pastaj coaching, life coaching në total ka disa nëndarje dhe unë zgjodha nëndarjen e health coachit ose wellness coaching,
që të trajnosh, motivosh, ti ndjekësh njerëzit për të ndërtuar një regjim të tyrin ditor dhe të jetës në përgjithësi më të shëndetshëm se që kanë. Që nga pjesa e ushqimit, që nga pjesa e reduktimit të stresit, që nga pjesa e palestrës apo po themi aktiviteti fizik në total. Pjesa e le të themi trajnimit të mendjes për mos të qenë aq ngarkuar, saqë jemi ne njerëzit e sotëm jemi të ngarkuar në përgjithësi nga gjithë anët. Pra është një wellness coach, është një trajner mirëqenie. Se trajner mirëqenie, sepse unë në mjekësinë e kam pasur pasion që e vogël. Edhe do kalojmë atje, një ndërpjet Luana. Sa për hyrje, domethënë, çfarë përshtypjet e para, domethënë, e ke parasysh shikoje, në sytë e mia shembull për femra në bashkëtarë nuk diskutohet fare, menaxhere, bankiere, domethënë, edhe me atë vullnetin edhe me themi dashamirësinë ndaj rrezikut, ai ishte domethënë sa edhe pse kishte një pozicion ai shumë të fortë për shembull në një bank ose në një rrjet bankash vendos që diça. Ciao. Si duket Luana? Unë i adhuroj njerëzit që pavarësisht se mund të kenë investuar për një kohë gjatë në një drejtim që nuk mund ta quajë gabuar, por në drejtim që nuk është thellësisht, domethënë i përshtatshëm, i duri për tyre. Domethënë ai drejtimi i jetës kanë fuqinë edhe energjinë edhe vullnetin edhe forcën që të thonë jo, tani okay, shkoj si shkoj, arrita deri këtu, isha e suksesshme, por e kam guximin që të ndryshoj drejtimet, të filloj përsëri nga e para. Nuk e di, është një nga gjërat më të rrezikshme, më të guximshme që mund të bësh. Sinqerisht. Kjo është më e bukur sepse nuk është se dështoj, domethënë, ishte shumë e suksesshme dhe prapë vendosni që të ikte nga ajo, domethënë. Kjo gjë është diçka që nuk ndodh për ditë dhe do të jap komplimentet më të sinqerta për këtë, Adia, sepse jo vetëm për vajzat që do jesh shembuj, por edhe për djemtë edhe për gjithë njerëzit, domethënë që edhe bëjnë gjëra që i duan, por mbase ka gjëra të tjera që do i duan më shumë. Kështu që shiko, edisi është duket se shumë ideale, edhe thonë ai kush e di se çfarë të ardhurash ka kjo që bën këtë edhe lë këtë edhe për ta sqaruar. Domethënë unë me të vërtet mora përsipër jo vetëm riskun, por edhe logjikën që të ardhurat e mia ndoshta nuk do jenë aq sa ishin. Mund të jenë dhe gjysmat. Dhe unë jam fine me këtë gjë, jam shumë rehat. Do ul shpenzimet e mia, aq sa për të mbuluar një këst kredie, një kështu, i nxjerr në një mënyrë apo në një tjetër, familjarisht po flas, kështu që nuk edhe për këtë pjesë mora përsipër të ndryshoj vetë para lifestyle-in, sepse jemi shumë të induktuar nga moda, nga Instagrami, nga shpenzime të tmerrshme, të cilat janë realisht kot, dhe çfarë bëjmë? Strapacohemi vetë, duke ia dhënë lirinë tonë dikujt tjetër për të cilin punojmë dhe i cili ndoshta edhe na vlerëson, në rastin tim është shumë e vlerësuar si ekonomikisht dhe si profesionalisht. Por problemi është që koha ime ikte. Koha ime që do i dedikoja djalit tim ikte ndërkohë. Iknin vitet, dhe ti e ndjeje që fillonte rrudha, e ndjeje që binte lëkura, e ndjeje që po shkoje drejt të 40-tave dhe ndërkohë ditët e tua iknin. Hape dita, mbyllej dita dhe iknin në punë. Kështu që në këtë pikë unë, duke qenë se edhe promovoj pjesën e mirëqenies, pjesën e shëndetit, le të themi holistik quhet në botën perëndimore, në Shqipëri ka hyrë së fundmi si terminologji, pra shëndeti i mirëfillt që mbështetet nga zgjidhje apo alternativa të natyrshme, duhet të promovoj dhe këtë pjesë, pra që mos bien pre e këtij konsumizmit ekstrem dhe masiv që ka kapur gjithë botën dhe që ne në vend që ne këtë ta shijojmë, ne jemi kthyer në pre të kësaj. Jemi kthyer në viktima. Domethënë, sa të ka kapur ty Luana kjo për shembull? Mua më ka kapur, le të themi, nga mënja tash më vjen, mua më ka kapur nga 10, numri më i madh mua më ka kapur 6-7 pa frikë fare, domethënë, ky konsumizmi dhe po, edhe mua më kapi në një periudhë. E rëndësishme është ta kuptojmë edhe të bëjmë step back, edhe mua më kapi. Edhe unë gjeja veten në përfundjava duke bërë shopping dhe kur vija në shtëpi, jo vetëm që nuk isha më e kënaqur me ato që blija, por kisha edhe kështu duhen larg, këto duhen sistemuar një ngatri aty në shtëpi, kupton, domethënë leku ishte harxhuar, kënaqësia që unë merrja ishte thuajse inekzistente, sepse pastaj
ti fillon nuk të mbushin më këto gjëra, një herë që arrin një lloj pikurie si grua, si femër, nuk të mbush më as fustanit e Zara, dhe as një gjë Moschino, edhe as një gjë Fendi, edhe mua personalisht jo mirë, por në komunitetin tim ka shumë femra që janë si unë, që me të vërtet nuk i mbushin këto lloj gjërash. Mua më mbush tash më të eci këm zbathur në bar, të shkoj buzdetit, domethënë gjëra shumë që vjen me shumë pak lek. Si e zgjodhe, domethënë të rikthehemi tek ajo që të ndërpreva pak më përpara, domethënë wellness, holistika edhe të gjithë këto mënyra, domethënë si çohet një individ në mëngjes dhe thot, un jam një menaxher e banke në ajër të kondicionuar duke marrë me shumë njerëz dhe me shumë lekë dhe me shumë shifra dhe me shumë numra, un nga sa të tutje do iki në drejtimin 180 gradë, domethënë komplet kundër, domethënë si arrin dikush të Jo, nuk ndodh ashtu, asnjëherë nuk ndodh ashtu, sepse asnjë se ka as guximin dhe as në këtë rast është budallikun, kështu që nuk ndodh. Një njeri mendoj që është i logjikshëm, zgjedh një mënyrë për ta testuar veten, për të futur në një, le të themi, botë të re. Pse unë zgjodha pjesën e shëndetit edhe pjesën e mirëqenies holistike, është për dy arsye. Para sepse mjekësinë kam pas gjithmonë pasion, por në kohën ku duhet të bëja zgjedhjen për fakultetin nga babai im, i cili është kirurg mjek, mu ndalua në thonjza, jo ndales nga ato që po shkove të bëri nami, por në sensin mu orientua që lëre është e vështirë, profesioni i vështirë për femra, rojet, kjo Shqipëria e akoma viteve 2000 pak nuk ishte as mjekësia, nuk ishte standarde siç mund të ketë tani, pak më të përmirësuar në radhë. Dhe mua më ngeli një gjë, domethënë e kisha atë kohën, dhe pastaj sfidat që kam marrë nga Zoti kanë qenë të mëdha në pjesën shëndetësore. Dhe mua më është dashur për shumë herë të kthehesha dhe të ulëmtoja vetë për diagnoza kronike të cilat më shfaqën, disa vite rresht, dhe që nuk ju dorëzova mjekësisë tradicionale, sepse shifja që ilaçet kishin shumë efekte anësore dhe nuk kishte ajo zgjidhja, dhe fillova të ulëmtoja. Kështu që unë vazhdimisht isha me emailet e mia që më vinin Journals of Endocrinology, Journal of Rheumatology, Journal of Gynecology. Domethënë isha regjistruar të gjitha këto, le të themi, gazeta zyrtare të internacionale dhe merrja të rejat e fundit të tyre. Kështu që është një rrugëtim ky i ndjekjes time të pjesës mjekësisë alternative që ka nisur ndoshta mbi 10 vjet, domethënë ndoshta edhe 12 vjet. Po si të erdhi inspirimi fiks, domethënë që të futesh që është diçka që të pëlqen, është diçka që ke në të gjitha këto revistat shkencore, domethënë që ke je abonuar të vinë për muaj, kjo është plausibël, domethënë, po si e vendos njeriu të marrë hapin që të thojë që unë tani do hap diçka, do jem në social media. Po, unë e mora hapin, u regjistrova në një kurs, mund ta quaj kurs online, që ti konvertoje pjesën e health coachit, e konvertoje në business coach, pra si të futesh edhe në Instagram, në Facebook, si ta ndërtoje profilin që ta bëje më vizibël dhe më atraktiv për të tjerët, edhe e bëra. Domethënë ishte një gjë që më erdhi shumë natyrshëm, një gjë që unë e bëja prej vitesh, pra studimin e healthit unë e bëja prej vitesh. Life coach ishte një diplomë që sa e kisha marrë. Fillova ta praktikoja me njerëz të afërm të mit, njerëz kolegë në punë, pjesën e life coachit, pra për të parë se sa mirë isha unë për të motivuar njerëzit, për t'i trajnuar, për t'i orientuar. Dhe hapa Instagramin dhe pastaj fillova të shpërndarja informacion. Mendoj që një nga të themi kolonat e suksesit ka qenë fakti që unë kam shpërndar informacion falas pafund. Në qoftë se dikush futet në faqen time të Instagramit dhe do të bëj gjëra, i ka aty të gjitha. Pastaj, patjetër që dikush që i do gjërat më të strukturuara, që unë t'ja jap gati, që ta ndjek, ta orientoj, të ketë suportin tim 24/7, më shkruaj në WhatsApp, unë ta këshilloj në online. E të tjera, patjetër që do zgjeri diçka me pagesë, por në faqen time ka pafund informacion falas. Dhe në Shqipëri është ndër faqet e vetme, nuk para ka. Ka dietologe, ka nutricioniste, por nuk ka health coach, nuk ka wellness coach. Kështu që besoj kjo ishte. Po Luana. Se si në komunikim me klientët, si quhen në këtë rast, klient apo pacient? Sepse klient pikërisht ka pasur edhe unë një eksperiencë shumë interesante në fakt me një
ai nuk e quan veten life coach, po është hypnotherapist me të cilin kam bërë shumë seanca hipnoze. Po. Dhe në këtë rast coachi të shkosh në hypnotherapy, por nuk ishte zgjedhja ime. Po, ai është i specializuar që domethënë fushë e cila mua më inspiron jashtë masë, për të cilin kam studiuar, kam lexuar, mos të cilin e aplikoj veçanërisht mbi veten time. Dhe në rastin e tij në këtë rastin që po përmendja, në fakt bëjnë seanca të dedikuara me të dedikuar qëllimit që klienti do të arrijë. Po, edhe në rastin tënd Adia. Po, gjithashtu ke seanca me klientët e tu, okay. Sepse kisha këtë mendimin që ndoshta sepse nuk jam informuar për atë që bën life coachi, plotësisht deri në fund, domethënë, po kam këtë përshtypjen sikur të ndjek çdo ditë nga pak, sikur e ke aty mbrapa dhe të kontrollon. Nuk e di, a është e vërtet kjo apo është një perceptim i gabuar që kam unë në kokën? Jo. Ajo gjithmonë t'i ajuston me klientin që ke përballë. Ka njerëz që duan t'i ndjekësh shumë intensivisht, sepse ashtu e ndjejnë, ashtu i rritet motivimi. Ka të tjerë pastaj që duan kur e duan ata, dhe ti mjafton t'i thuash që tek mua ke akses në çdo moment ti përgjigjesh. Un kam këtë për shembull, po të futesh në Instagram, faqja ime e Instagramit, po të duash të më shkruash mesazh del over responsive. Unë kthej përgjigje edhe në një të natës kur nuk kam gjumë, edhe kthej përgjigje. Kthej përgjigje shumë shpejt. Domethënë, për mua si kliente, si kështu, unë e shikoj rastin dhe të kthej përgjigje, domethënë. Pastaj lidhur me ato të seancave që përmendë pak më parë, në Shqipëri akoma ka vështirësi për të kuptuar konceptin e wellness coach. Dhe po them në mbi 60% ti përfundon që bën nutricionistën me disa këshilla që i referohen wellness coachit. Pse? Sepse këtë presin klientët dhe që të bësh wellness coaching duhet një punë, një angazhim, le të themi, një angazhim i madh nga ana e klientëve që të bëjnë punë me veten e tyre. Dhe njerëzit këtë nuk e duan zgjidhje të shpejta, në një dietë, në një çaj, mundësisht për dobësim, në një suplement që bën mrekullinë, pra ky është orientimi. Dhe njerëz që duan me të vërtetë të bëjnë punë me veten në 360 gradë, si për pjesën e reduktimit të stresit, si për pjesën e trupit i cili të funksionojë më mirë, si për pjesën e aktivitetit fizik, që unë të sugjeroj, nëse ti je femër duhet bësh këtë lloj aktiviteti fizik, sepse jo çdo palestër apo çdo crossfit është i përshtatshëm për çdo femër. Dhe kam parë raste nga më të ndryshmet, nga më të çuditshmet që kanë kaluar në disbalancë të fuqishme hormonale nga një aktivitet fizik i pa bërë mirë. Pikërisht të bësh punë me veten është impenjim i madh dhe jo shumë veta e marrin. Ka që e marrin dhe me ato kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, por është shumë pak. Janë me të vërtetë me gishtat e dorës. Kam të qartë këtë sepse një gjë që meqense jam interesuar dhe unë në përgjithësi jam interesuar për temën, është që shumë shpesh operatorët në këtë fushë shesin, si më thënë, zgjidhje të shpejta, që në fakt në fundit rezultojnë mashtrime sepse shesin ëndra. Sepse është e pamundur çdo gjë, çdo lloj ndryshim që ti do të realizosh me veten tënde, në fundit është një, si thonë në shqip, një udhëtim. Nuk ka kërcet gishtat, bëm kështu dhe është proces, faleminderit. Është proces i gjatë. Është proces i gjatë dhe duhet kuptuar që nuk mund të ketë edhe në proces, nuk duhet për një muaj të presësh gjë. Për shembull, një femër që kisha tani unë ndjek shumë femra në menopauzë, nga që në menopauzë komplet çakërdisen hormonet, metabolizmi e me radhë, dhe kishin gati 2 muaj që bënim lloj tentativash dhe ajo nuk binte as 1 kilogram. Nuk binte, sepse menopauza krijon një insulinorezistencë quhet në gjuhën mjekësore. Pra, sheqeri jot në gjak fillon të qëndrojë i lartë dhe është si një gjendje prediabetike dhe ajo nuk lë që ti të djegësh zjam. Pra, trupi jot vë si blokad ndaj djegjes zjamit. Dhe është shumë e vështirë. Dhe sa më e madhe kjo grad insulinorezistencë, aq më e vështirë është edhe rënja në peshë. Por, kur ti je klient, nga ana tjetër pret rezultate, por ajo me shumë durim, domethënë e kuptonte këtë lloj gjëje dhe më besonte, thoshte po, e kuptoj. Sot më në fund ishte e hëna që mora një mesazh që nuk e diskuturova që kishte rënë 800 gram. Kështu që pas një pune, shumë prova, kështu 800 gram, të tjera mund të bie 7-8 kilogram, domethënë për 2-3 muaj. Jemi në fundin e muajit 2 dhe arritëm 800 gram, sepse çdo trup është unik dhe do le të themi atë përqasjen përkatëse, nuk është që jemi kështu
Nuk kemi. Po hajde 7.200 të tjera. Shife, Adja, e ke emërtuar mjalt dhe hënë hormone të lumtura. Na të u lumtojmë çik për këtë. Pse mjalt dhe hënë? Hormonet e lumtura deri për t'ju sfiduar. Hormonet e lumtura besoj kuptoni, po për t'ju sfiduar. Keni ndonjë ide pse quhet kështu? Mjalt dhe hënë? Valla i bila unë s'e kam iden. Po pati Luana na një ide mirë. Tani, hëna... Mjalt të hënën? Përveç se... Do të hash mjalt të hënën? Një sekond. Ndoshta sepse shpesh kam dëgjuar, ndoshta po ja fus kot tani, që po e gjete ke një seancë falas. Ke parasysh si thuhet edhe në italisht që thuhet je essere lunatici, je lunatik ose ti je me hën, që zakonisht kam përshtypjen që në kuptimin e përgjithshëm të popullit është që të ndryshon humori në bazë të këto diun gjërave sa them mistike. Po që në këtë rast, në rastin e femrave shpesh lidhen me të qenurit femër, edhe me të pasurit hormone. Shpjegova shumë lëmsh po. Je afër. Le të themi që seanca bëhet shumë gjysmëimi. Okej, gjysmë. Është lidhet pikërisht me hënën dhe me ciklin hënor. Mjalti është rafigurimi i një diçkaje shumë të shëndetshme, që është organike, që edhe pse ëmbël ka shumë përfitime për shëndetin në përgjithësi, pra është antiinflamatore, është antimikrobike, të gjithë kur fillon dimri, i japim pak mjalt fëmijëve që të rritet rezistenca, pra në përgjithësi është një produkt me shumë vlera nutricionale. Kurse hëna lidhet me ciklin hënor, i cili koincidon me ciklin menstrual të femrave. 28 ditë është cikli hënor dhe 28 ditë është edhe cikli menstrual. Ku i ka vajt mendja? Do të prandaj thonë Okej, sepse është si paralelizëm. Femrat që kalojnë në ato ulje ngritjet edhe të humorit gjatë ciklit të tyre, po. Edhe po, është lunatike. Po. Ne si me shkojthemi ca gjëra tjera, po që nuk po i përmendim sepse nuk është e duhur. Po te interesante, po sa ishte procesi imagjinimit ose le të themi procesi krijues për sa i përket emrit. Është gjë e ditur se pavarësisht domethënë nga shihet që mund të ketë njeriu për tituj, kur e shikon diçka të tillë të bën përshtypje. Të bën përshtypje, të shikosh në një emër. Ka kontributin e vet këtu, që mos i marr të gjitha unë. Në fillim unë e kisha në anglisht, sepse në fakt e fillova për international, po pastaj vura re që sikur tregu këtu kishte shumë kërkesë dhe e shifta, e bëra. Do dalim atë. Po. Dhe le të themi logoja ime ishte The Coaching Bee, pra bleta që bën coaching. Në sensin e bletës që nuk pushon asnjëherë, vetëm bën punë, edhe ky është edhe refigurimi tipit tim në përgjithësi. Unë jam që vazhdimisht duhet të sajoj gjëra. Kështu ishte logoja ime dhe coaching bee ishte me hojet e mjaltit. Një logo shumë interesante. Dhe pastaj në momentin që e konvertova në shqip, më duhej diçka tjetër, edhe doja një gjë kështu me kështu dhe kështu edhe. Dhe ishim me Andi një ditë në balkon madje, duke vonë marr. Tham njerë mjalt dhe qumësht, pastaj ta shiko se unë qumëshin nuk e promovoj se bën shumë keq për produktet për hormonet femërore, sepse shton hormonet maskullore, kështu që nuk mund të vë qumëshin kur nuk e promovoj, kështu që iku qumëshin. Kështu që dëgjuat çunat, të lutem gjithë çunat pini sa më shumë qumësh. Po. Te interesante. Shiko, unë e besoj, domethënë, sepse ai truri i Andit për mua është një mister, ai është shumë kështu është, nuk e di. Ai është, nuk e di nëse keni parë të Spirit Kali Jäger. Ai i verdhit, domethënë, ai është Andi. Me filmat jam dram, nuk. Është e vështirë ta jam bash frerët, domethënë, është goxha wild. Kështu që të përshëndesim Andi. Edhe doja them je në minutën e 23:34.
Jam i bindur që Ani do e shohë të gjithën, gjithsesi kështu, si s'ka kurrë. Natyrisht. Atëherë cilat janë, domethënë, shumicën linku i faqes Instagramit, domethënë të tjera do jenë poshtë, njerëzit do ta shohin edhe vetë, domethënë, po me sa kam kuptuar unë, me sa të kam ndjekur, unë kam kohë që ndjek, pavarësisht se mua s'më hyn drejt për drejt në punë, jam rob që jam shumë kurioz, domethënë, për këto gjëra dhe kam pas lexuar sidomos për këto hormonet edhe gjërat, domethënë edhe periodat, edhe këto shumë që shumë shpejt, që 18-19 vjeç. Kam pasur vërtet jashtëzakonisht shumë interes për biologjinë humane, domethënë jo kështu gjethe pemë insekte, po edhe unë misoj, këto gjethet insekte për njerëzit. Qido, po që më kam pasur një kuriozitet, domethënë gjithmonë, edhe kam marrë pjesë edhe në për disa, le të themi, kur mbahen fjalime nga forume studentore, etj, hera e fundit që isha për shkakun që do të bëj një pyetje pastaj më vonë, ishte një nga këto që për PCOS, nuk e di se si thonë në shqip. Vezoret polikistike. Edhe ideja është se kemi vënë dhe kam dëgjuar, domethënë, disa herë në edhe nga mikeshat e mia, por edhe nga njerëz të tjerë që në Shqipëri e thon mirë apo e thon keq, nuk e di, ekziston fatkeqësisht nga një pjesë shumë e madhe e vajzave, grave, femrave, si të doni ju, një, le të themi, një farë lloj ignorance, një lloj mos informimi rreth trupit të vet, se si funksionojnë, se si duhet të kujdesen për veten e tyre, se si duhet të bëjnë disa gjëra për veten e tyre. Për meshkujt po si jemi për meshkujt. Sot jemi për femrat. Meshkujt do i diskutojmë herë tjetër. Po që ekziston vërtet një farë lloje, domethënë, sikur e lën veten pas dore. Edhe kjo fillon që me atë figurën tipike të nënës shqiptare, domethënë që qahet me 7 pjesë edhe haron se ku është vet. Edhe vazhdon me të tjerat pastaj, e ke parasysh që jo jeta e shpejtë, jo tani janë të gjithë në punë, jo fëmia, jo kjo, jo ajo, jo po do vesh këtu, jo po pa ngrënë do rish, jo po një gjë do ta bësh, e ke parasysh. Edhe e shoh këto, me thënë që në krahasime të tjera edhe janë shumë të mbyllura, nuk flasin shumë për këto, të paktën jo në aq komode sa kam në eksperiencën time me gjermane apo me francezët. Okej, se ndonjëherë këto flasin edhe më shumë se sa duhet. No offense, man. Po që ka një lloj disbalance, domethënë. E keni vënë re juve këtë për shembull, se kjo unë mund t'ia fuz edhe kot. Domethënë, kurse juve mund ta vlerësoni këtë gjë shumë herë më mirë, domethënë. Shiko, ka disa gjëra që do i mbaja dhe do i qëndroja edhe unë nga ato që përmende. Dhe pastaj mund të hiqja dhe të shtoja disa të tjera, por që mua më bën përshtypje fakti që kur unë postoj një reel dhe ka informacione të cilat janë interesante, në komente vën shumë pak, nuk parashkruhen. Pra mund të ketë 2-3 komente. Dhe ndërkohë inboxi im bombardohet. Adia dhe Buçi në të njëjtën model. Pra, nevoja që kanë femrat shqiptare për të ndarë një shqetësim të tyrin, sepse me pjesën hormonale dhe me pjesën femërore dhe me pjesën e shëndetit femëror në përgjithësi, po jo vetëm hormonale dhe shëndor në përgjithësi, se fillon që te shëndeti mental, ka shumë për të zgjidhur dhe ka shumë për të folur. Dhe duan të flasin, duan të ndajnë gjërat e tyre. Me ato që unë kam bërë seanca life coachi, pra seanca trajnimi tipike, kam shumë dëshirë dhe nevojë për të ndarë gjëra me profesionistë, që është për shembull trajneri i shëndetit, apo psikologu, apo psikoterapisti, apo hipnoterapisti, që përmendi Luana. Pra ka shumë nevojë ka shumë. Dhe mendoj që kjo është ka qenë edhe nga arsyet kryesore që faqja ime ka pasur sukses të tillë, sepse çdo gjë është rritur organikisht. Pra, unë mund të kem bërë gjithsej marketing, nuk e di, 3-4 herë, diçka e tillë. Domethënë është rritur në mënyrë organike, pra e kanë rritur vetë njerëzit, vetë femrat. Dhe kjo tregon dhe konfirmon edhe një herë atë nevojën që ka për informacion. Dhe nga informacioni pastaj edhe për të implementuar shumë gjëra, sepse unë aty për shembull jap shumë teknika apo sugjerime që duhen implementuar dhe ka plot që implementojnë. Pra ka dëshirë për të implementuar. Siç pastaj ka edhe të tjera, të cilat dëshirë kanë, por nuk janë gati, ajo që unë thash, sepse thonë nuk kam kohë, sepse unë kur vi vetëm do gatuaj, do merrem me fëmijët, pra fokusit e vetja është 0. Sa e vërtet është kjo gjëja nuk kam kohë? Shiko, ajo është e vërtet. Ajo është e vërtet, po ta marrësh kështu, edhe unë s'kam kohë. Puna është a do ta gjesh kohën
Edhe unë s'kam kohë. Në qoftë se unë nuk dua të ndryshoj asgjë nga rutina që kam, edhe unë nuk e gjej. Është çështje prioriteti pra. Patjetër, unë tani që erdha bëra spinaq sote, oriz, speca etj. Mund të isha ulur edhe mund të shplodesha me timen çerekore, të scrolloja ndonjë gjë aty në Instagram. Edhe, domethënë është ku do t'i japësh ti prioritetin, Apo në gatim, unë them gjithmonë, gatuani zgjuar, nuk ka nevojë të bësh gjellë çdo ditë. Gatuaj një herë të dielën, bëj ato që bota i quan meal prep, pra përgatitje vakteve, i bëjnë që të dielën, që ti bën kinoa të zjerë, bën fasule, bën thjerza, bën salcë me avokado, zjen një 10 vezë që ti kesh gati, etj. I bën gjërat pregati në 2 orë. Pastaj gjatë javës nuk ka nevojë çdo ditë jemi me gjellën edhe me garushën në dorë. Kështu që, domethënë ideja është nëse ti do dhe me vërtet ke vendosur që do ta ndryshosh regjimin tënd për të shkuar drejt një regjimi më të shëndetshëm, dhe unë i them gjithmonë që po nuk e deshët vetën dhe për familje nuk jeni utilitare, sepse ne jemi shtylla e familjes. Do apo s'do femrat janë shtylla e familjes në kohën e sotme kur ne punojmë. Pra jemi aktive në pjesën e të ardhurave, ndërkohë jemi aktive në pjesën e edukimit të fëmijëve, jemi aktive në pjesën e organizimit të gjërave, të familjes madhe, si le të themi, prindrit, e moshuar, fëmijët, argëtimi, ku do shkojmë, udhtimi, çdo lloj gjëje. Në mos jemi organizuese, jemi ko-organizuese, pra ndihmojmë në organizim, kështu që domethënë nëse ne nuk jemi mirë, ne do të çdojmë edhe në këto gjërat e tjera. Kështu që ka nevojë për fokus te vetja, se duket si egoiste. Po unë të merrem me veten. Luana, ti je gati për të qenë shtyllë e familjes? Jam njëra kolon. Edhe kam dhe kolonën tjetër, 2 kolona gjithsej. Nuk pa, domethënë, pa të dy kolonat na rrezohet shtëpia. Në rastin tim. Flas. Ajo fakta 2 kolonës është pak më tjetër, se akoma është edhe pjesa e shijimit të vetes, edhe po kur bëhet familje pastaj me fëmijë, rritet shumë intensiteti dhe duhet patjetër kolaborim, organizim dhe po, dale, s'keni parë gjë akoma, ka thënë ai. Adja, cilat janë disa nga faktorët kyç të këtyre disbalancave hormonale tek vajzat dhe gratë, domethënë. Këto gjërat që janë më të thjeshta për të kuptuar, domethënë. Dhe shikoj faktorët kyç lidhen edhe me Desha të bashkoja diçka lidhet në fakt me këtë, sepse pash një reel të Adjes, në cilën thoshte që ka qelluar shpesh të mendoj që cikli im është më i gjatë se sa duhet, menstruacionet vijnë vonë dhe për mua është diçka natyrale sepse gjithmonë ka funksionuar kështu. Është normale për trupin tim dhe duhet ta pranoj si të tillë. Dhe jep edhe disa shembuj të tjerë, që ishte për shembull rasti të qenurit i lodhur. Dhe në ato momente fillova të mendoja, këto gjërat të cilat unë që janë të sikletshme të trupit tim, po të cilat unë i kam pranuar si normale tek vetja, a duhet të filloj unë t'i konsideroj si problematike? Dhe për këtë sinqerisht do doja të më ndihmoj që të kuptoja se si duhet veproj. Edhe sidomos në rastin meqense se tani po flas edhe për gjëra personale, por rastin e ciklit më të gjatë se sa duhet, që është rasti im personal. Dhe të cilën unë kam pranuar si normale. E kam pranuar si normale. A kam unë një parregullsi hormonale në këtë rast? Çfarë duhet të bëj? Do pavarësisht asaj çfarë mund të më ketë thënë ginekologu ose do të thënë kush është përqasja jote. Qartë. Unë mendoj që duke ju kthyer pyetjes parë, pra cilët janë faktorët që ndikojnë, mendoj që faktorët kryesor në kohët që po jetojmë janë faktorët ambiental. Dhe kur them faktorët ambiental, fus brenda edhe mënyrën e të ngrënit, mënyrën e të jetuarit në përgjithësi, pra mos ngrënie e duhur, sepse ka një lloj ngrënie të caktuar të cilën ti duhet ta bësh në rast se ke probleme hormonale. Duhet të shtosh proteinën, nuk duhet të pish kafe esëll, mund të duhet të bësh agjërim ciklik. Pra janë disa gjëra të komponentë të cilat mos hym shumë në detaje që të ndihmojnë ty që të kalosh nga një disbalancë në një balancë hormonale.
Dhe në momentin që ti nuk ushqehesh siç duhet, në momentin që ti ke nivele stresi shumë të lartë, ku me stres unë nuk kuptoj vetëm një ngjarje që po të ndodh, por intensitet jete të lartë. Pra, ti je tërkohën duke vrapuar, ngrihesh herët në mëngjes, kthehesh vonë në darkë, je lodhur, fëmijët, shtëpia, lavatriçja, telefoni, këtë duhet flasësh, se duhet jesh edhe mama, edhe mike, edhe shoqe, edhe motor, dhe këtë diun, domethënë ky multifunksionaliteti i femrave bën që intensiteti i stresit në jetën e femrave të shtohet shumë dhe kjo bën që të disbalancohen hormonet. Rritet kortizoli, që është hormoni i stresit, dhe rritet edhe insulinorezistenca, pra ajo që thamë që nuk na lën ne që të ndjekim dhjamin tonë. Dhe shtohet ky dhjami në zonën e barkut, tek vitet, etj, tipike të femrave edhe në moshën e menopauzës. Tjetër, mos aktiviteti fizik, për të gjithë ato që bën një punë pasive në zyrë, kryesisht udhur në zyrë 8 orë apo 9 orë. Mund të bëjnë një ecje, çerepore, kur i kanë ta punëdhënësit e mirë, dhe pastaj shko te kuzhina, ha ato ushqimin dhe ktheu prapë në sediljen tënde. Probleme me cervikalen, probleme me kolonën, shumë pak veta bëjnë aktivitet sportiv, sepse kanë këtë idenë që duhet të regjistrojnë palestër. Jo, unë nuk shkoj në palestër personalisht. Unë bëj aktivitet fizik kur mundem, në varësi të ciklit, në varësi të si kam gjendjen e kockave, sepse vuaj nga artriti reumatoid, nga ato smundjet që përmenda më parë, smundjet kronike. Unë nuk bëj palestër, bëj yoga, bëj pilates, bëj ushtrime me pesha, kam gira në shtëpi dhe bëj kur mundem, njëri bëj në darkë, njëri bëj në drekë, në varësi të kohës, kur gjej kohë. Pra nuk është që jam ajo, le të themi, health coach i perfekt që zgjohem çdo ditë në tjetër orë, bëj ushtrimet edhe këto që shohim në Instagram. Nuk ka ditë të tilla, nuk mund të funksionojë njeriu ashtu si robot. Është e pamundur, se një ditë nuk i ngjan ditës tjetër, se një herë ke një problem, një ditë tjetër je më me Terezi, një ditë tjetër, domethënë nuk mund të jetë ashtu. Rëndësi ka që ne të kemi ndërgjegjen që të gjejmë kohë për veten. Një orë në ditë. Kështu që kryesisht faktorët janë ambiental, pra nga stili jetës që ne bëjmë. Dhe pastaj ka edhe një predispozit genetike që ne të zhvillojmë smundje metabolike quajmë këta, pra metabolizmi nuk funksionon siç duhet. Dhe nga smundjet metabolike në këtë gradën që unë po flas insulinorezistencë, pastaj kalojmë në prediabet, kalojmë në diabet të tipit 2, kalojmë në smundje kardiovaskulare si tensioni, smundjet e zemrës, që gjithë popullsia e Shqipërisë ju e dini mirë, po të pyesni moshën mbi 60 vjeç, janë gjithë me zemrë, me tension, me diabet. Kështu që, domethënë ka një predispozit genetike dhe janë dhe faktorët ambiental që e shtojnë. Për shembull, një nga faktorët që e ka shtuar shumë disbalancën hormonale janë këto që quhen në shqip nuk e gjej fjalën, po si të them disruptorësh në anglisht, pra diçka që e pengon. Disruptor endokrinologjik, pra që nuk i lën sistemin endokrinologjik të trupit të funksionojë siç duhet. Dhe këtu futen parfumet. Mendo se sa parfum hedhin për shembull femrat shqiptare. Parfumet. Nëse konsumon parfumin çdo ditë, ato molekulat e parfumit janë kimikate, të cilat kanë aftësi që të ajustojnë negativisht hormonet e tua. Ilaçi po gjë për herë të parë, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Po, manikyret, gel që përdori që vëm gishtat aty, ai lazer i gelit. S'po flas për këto pastaj botoxra këto, se këto nuk i futën fare aty muhabeti, po flasim për këto të përditshmet. Ilaç rrobash, zbutës që kanë aroma. Ai zbuti shkon në rroba është në kontakt me lëkurën, lëkura është organi jon më i madh. Dhe nga aty i thith të gjitha brenda. Damn. Kështu që, domethënë që nga këto janë ato që unë i quaj faktor ambiental. Uji, nëse uji nuk e filtron me një filtr të mirë, uji bler në shishe plastika përmban bisfenol A, BPA, që është shumë i dëmshëm për pjesën e hormoneve dhe për shumë gjëra të tjera, po plastika dihet. Kjo sugjerohet në shishe qelçe etj. Kështu që janë ca gjëra fare bazike, të cilat ne i kemi në të përditshme, kështu e kemi ndarë mendjen edhe ndërkohë që Adia, kjo pyetje që të bëri Luana, që don me një nga tre pyetjet që ka marrë unë, sepse
Unë kam folur, kam dërguar mesazhe domethënë në disa vet për të bërë pyetje, se duke ditur që do të kisha në podcast edhe vetëm 3 kam marrë dhe do të bëj të 3. E para është kjo që thotë Luana është ose çrregullimi, ose zgjatur e shkurtër, nuk e di tash domethënë edhe kështu që është. Cikli normalisht është cikli normal menstrual i femrave është optimalisht 28 deri në 30 ditë, por mesatarisht për femrat mund të shkojë nga 25 deri në 35 apo edhe 37 ditë dhe përsëri konsiderohet normal cikël i gjatë. Por në këtë normalitet duhet të kuptojmë që një herë që cikli nuk është 28 apo 30 ditor, pra nuk vjen një herë në muaj, po zgjat 5 ditë, një javë, më fal. Në këtë normalitet gjithmonë trupi ka po ta jep një sinjal. Unë për shembull personalisht, si punë Luanës, kisha cikël të gjatë, 35 ditë. Dhe për kjo për mua ishte normal. Ginekologu nuk ma bënte problem dhe me të drejtë, sepse literatura e mjekësisë thotë 28 deri në 37 ditë është normal, 25 madje deri në 37 është normal. Kështu që ginekologu nuk shqetësohet për këtë gjë. Ama unë me veten time, duke studiuar se si sillet cikli im, një herë vinte një ditë, një herë vinte pas 3 ditësh, një herë, unë e shifja e ndjeja çrregullsinë. Pastaj, unë kuptova që kur tentova që të ngelja shtatzan, kisha shumë probleme. Sepse progesteroni im nuk ishte në nivelet e duhura, se estrogeni ishte në nivelet e duhura, etj. Pra, është një lloj indikacioni që trupi ta jep. Trupi është shumë i zgjuar, nuk jep shenja kot. Kështu që, domethënë brenda normalitetit, duhet që të merremi një çik me veten edhe të ulumtojmë pak më shumë, domethënë. Kjo është, mos i pranojmë për të mirë që unë kështu jam, unë jam pa fuqi, edhe okay, po rrim kështu pa fuqi, jo, trupi i njeriu nuk është bërë të rri pa fuqi. Edhe pse ti ashtu mund të kesh qenë tërkohën, nuk është bërë, nuk duhet të jetë ashtu. Ka një diçka që nuk shkon. Për shembull, në rastin e pafuqisë, një nga shkaqet më tipike është tiroidja. Dhe njerëzit në Shqipëri kanë shumë probleme me tiroidin. Shumë. Kështu që kur kemi pafuqi, një analizë tiroide është gjëra më normale që mund të shkojmë të bëjmë. Një panel tiroide quhet, paneli plot i tiroides, dhe shikojmë kemi probleme apo nuk kemi probleme. Edhe për ciklin menstrual e njëjta gjë, ka metoda të cilat mund t'i aplikosh për të kuptuar se si është cikli jot, kur ovulon, kur nuk ovulon, del veza, nuk del veza, në rast se po kërkon shtatzani për shembull, etj. Nëse ti pastaj nuk kërkon shtatzani, ke cikël të gjatë, nuk është ndonjë problem i madh, por ai cikli gjatë mund të lidhet për shembull me atë që ti përmendë pak më parë, me vezdoret polikistike, të cilat lidhen me insulinorezistencën, dhe në një moment të caktuar kur ti shkon te 35-at që metabolizmi jot nuk është mos i më përpara, po fillon shumë ndoshësh as kupton. Në fakt është pikërisht tek ai cikli që ka qenë ashtu për kohën. Ai është shenja tipike. E kupton? Kuptoj. Tani po vi dyshime nga më të ndryshmet edhe që e parë që dua të bëj është të shkoj të testojmë po do ta avash. U vura dyshime unë që s'kam as vezore as një gjë, jo më ti. Disi është punë bash Luana, një konsult mos u shqetëso. Po, dhe pastaj shkoj te ginekologu. Unë kam arritur në një fazë të jetës time në të cilën kam filluar të marr shqetësimet e vogla që kam, paraqitësit që kam në trupin tim, ti marr më me qetësi, sepse më përpara reagoja në mënyrë shumë ekstreme. Merakosesha në mënyrë të menjëhershme dhe vjen dyshim çfarë do lloj gjëje. Edhe unë njëta gjë. Dhe ishte është pjekuria moshës Luana. Po, aq e tepër sa duke u shqetësuar për shëndetin aq shumë, i shkaktoi akoma më shumë stres vetes dhe sëmuresha më shpesh. Po, është në rreth vicioz. Dhe për këtë arsye kam vendosur, kam bërë punë me veten për t'i pranuar disa gjëra dhe për t'i marrë më me qetësi, sepse kam qenë shumë reagoja në mënyrë të menjëhershme ndaj sinjalit më të vogël të trupit tim. Më dhëm këtu, më dhëm aty, ndoshta është kjo, ndoshta është ajo. Dhe nuk e di tani, më duket kam ndryshuar përqasje dhe ndonjëherë e lë një simptom të një. Bravo. Kam filluar t'i lë kohën e duhur. Si e ke realizuar këtë? Ke bërë gjë me meditim për shembull? Plot meditim, hipnoterapi, kam lexuar, studiuar psikologji, kam bërë kaq shumë punë me vete, sidomos në këto 3 vite të fundit. Po. Pikërisht. Dhe ndonjëherë kur kam ndonjë simptom të një, ajo gjendje nuk arrin. Po, dhe ndonjëherë kur më qellon një simptom të caktuar, ndoshta të hipën temperaturë një moment. Ti ishte Luana e para 4 viteve, nuk e di, do shkonte direkt në spital, do bënte analiza ditën tjetër, por tani kam një panikose që zgjat 15 sekonda, dhe them hey, qetëso.
Kështu që tani kam dëshirë. Unë kuptoj diçka se ju që jeni komplet të dyja shumë ndryshe nga shumica e shqiptarëve që vjen edhe vizitojnë vetëm kur janë në kështu me një këmbë në grop, domethënë. Jo, edhe femrat e kanë që shqetësohen. Okej, mund ta shtyjnë, po shqetësohen. Se edhe unë për ta shtyr nuk është se shkoj vizitojmë direkt, po ama më kapte gjendja e alarmit. Domethënë, ç'a është? Apo se i dia dhe gjërat, kjo, shkoja kanalizoja. Po dhe tani e është një shumë interesant lidur me këtë që sa po the. Okej, desha vetëm të thoj që tani është shumë interesant dhe nuk diskutoj. Po patjetër. Quhet how not to worry and start living. Emrin e autorit tani mos sfidoni se jam kufret jam edhe brema. Po kështu quhet titulli, mund ta gjeni edhe në Amazon, e shkarkoni direkt në Kindle. Është me të vërtet shumë interesant. Trajton pikërisht këto lloj gjërash, që domethënë si të arrish të jetosh të tafshëm pa këto anktet e mëdha, pa këto gjërat. Po. Dhe njerëzve është Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living. Time-tested methods for conquering worry. Po, është për pikërisht ata që kanë shumë me anktin me. Dhe unë desha të thoj që tani kam ardhur. Do dëgjoni Buçi podcast gjatë gjithë kohës, se mësojmë gjëra të tilla, mësojmë libra, mësojmë tituj, mësojmë jashtëzakonisht shumë gjëra, kështu që bëni like, subscribe, ndajeni me miqtë tuaj, futuni në Patreon, futuni në YouTube membership e të tjerë. E di Buçi un po okay, kam patur një humbje kohë të fundit, edhe unë edhe në përhumbje filloj futem me shkencë gjërave dhe kam shkarkuar një 15 libra me të drejtën që është për jetën e andejme. Dhe është një djalë në YouTube që unë kam shumë qejf, The Next Level Podcast, nuk e di ti e dëgjon apo jo. E kam dëgjuar disa herë, po. Edhe ma kujton gjithmonë, edhe domethënë sa herë shoh ato them okay, ky është Buçi, kështu që me të vërtet, por ai është shumë i mirë, është podcast shumë i ndjekur në internacional, domethënë. Po. Nuk diskutohet, këtë nivel. Të vazhdojmë në vazhdimin e pyetjes që me ato që foli Luana, unë më sa po kuptoj, domethënë ty të vjen zëri i jon edhe imi dhe Adis të vjen pak më vonë, po që nuk ka problem. Vjen shumë më vonë, Luana nuk e shoh më vonë, sepse unë jam errësirë. Po, Luana, putu kserit si me go, in e kalla. Po që gjithsesi, këtu jemi do rregullohet. E pyetja e dytë nga këto 3 pyetje që kam marrë nga njerëzit është që këshillat për gratë, po, as skrimin tim nuk lexoj dot. Për gratë me PCOS. Do të thonë që kanë shëndet, akne dhe qime. Shumë keq ti nga kjo. Nuk janë qime si të tuat. Aknet janë akne që quhen aknet të adultëve, pra jo akne tipike të adoleshencës kur ka luhatje hormonale. Dhe në rastin e femrave të cilat kanë këto shenja, pra kanë akne, sidomos në zonën e mjekrës edhe të qafës, edhe kanë qime të cilat dalin pikërisht prapë në këtë zonë, qime të cilat janë shumë të rralla, nuk janë të shpeshta, por janë me ngjyrë të errët. Pra janë të trasha dhe me ngjyrë të errët dhe ti arrin ta evidentosh në fytyrë që nuk është ai pushi tipik që mund të kenë femrat. Dhe këto shfaqen më shumë në rastet e vezoreve polikistike, dhe vinë për shkak të hormoneve femërore, të cilat nuk janë në balancë lidhur me hormonet maskullore. Pra ka më shumë hormone maskullore, më shumë testosteron dhe komponentë të tjerë të hormoneve maskullore, të cilat ndikojnë dhe japin shenja të cilat ngjajnë me shenja maskullore. Është një sëmundje dhe kjo është nuk është sëmundje, por sindrom quhet, pra që shfaqet me disa simptoma, që është metabolike. Pra, duket si një diçka ginekologjike, por në fakt është metabolike, është endokrinologjike, që përfshin problemet me insulinën, që përmenda më përpara, problemet me hormonet maskullore, dhe çfarë mund të bëhet? E para të ndiqet një protokoll, po themi 8 javor optimalisht, ku të ndryshohet nutricioni, pra mënyra ushqimit, të ndryshohet lifestyle-i që lidhet me aktivitetin fizik, të sputen ato teknika që përmendi Luana, teknikat e reduktimit stresit, nëpërmjet aplikimit të meditimit, të frymëmarrjeve,
intensive, do me thënë ushtrime me frymëmarrje, të teknika hipnoterapia, është shumë e mirë. Pra, të jetë një përqasje multidimensionale, të cilën me anë të cilës mund të ndryshohet profili hormonal i një femre. Pastaj, ka suplemente të cilat ndihmojnë jashmasa. Është zinku, i cili bën shumë mirë për pjesën e akneve. Ka suplemente bimore, siç është për shembull Vitex Agnus Castus, është shumë i përshtatshëm kur kemi probleme me progesteronin e ulët, pra kemi edhe probleme me hormonet mashkullore të larta, edhe progesteronin, i cili është një nga hormonet kryesore femërore, është i ulët. Bën shumë mirë Vitex. Është inositoli që ndihmon shumë për insulinorezistencën. Është një vitaminë e grupit B, i cili ndihmon në metabolizimin e sheqerit në trupin tonë. Dhe ky është shumë i mirë. Por natyrisht suplementet duhet merren patjetër me anë duke kushëlluar me mjeku, asnjëherë me mendjen tonë. Unë bëj sugjerimet e mia dhe pastaj patjetër që vajza apo femra që kanë përpara duhet konsultohet me mjekun edhe merr. Kjo më pëlqen mua tek ty Adia, sepse je jashtëzakonisht shumë reale te kjo dhe unë të përgëzoj, domethënë, edhe pse shumica të gjërave që ti thua unë me të drejtën edhe me ignorancën time nuk e kuptoj dot, po kuptoj diçka, domethënë që është kjo gjithmonë dashamirësia dhe dëshira e mirë që dikush të arrijë diçka dhe që nuk e vë dorën në zjarr kot si këto që e kupton të shërojnë të yshtin me 3 lugë sheqer etj. Kështu që unë të sugjeroj diçka ti zotëri do ta vazhdosh me dikë për këtë përgëzimet e mia. Edhe tek në vazhdimet pyetja e fundit nga këto 3 njerëzit që u përgjigjen është këshilla për zonjat që që kanë kaluar menopauzën ose janë në menopauzë, nuk e di tani, që janë fikur llampat. Shiko, llampat nuk parafiken kollajt e femrës, po llampat e hormoneve femërore. Llafi që bie. Nuk bie ashtu, jo. Shiko, nëse do kishte një këshill që do ta jepja, pa kaluar që mos t'i lodh, se nuk do bëjmë konsulta mjekësore këtu. Nëse do kishte një këshill për femrat në menopauzë, është të fillojnë aktivitetin fizik. Jo ecje. Se më thon hec kaq hapa, bëj aq hapa. Nuk quhet. Unë në eksperiencën time nuk kam parë njerëz që duke ecur të ketë balancuar hormonet. Duhen bër aktivitet fizik me pesha. Edhe në shtëpi, siç e thash, me gira. Duke bër aktivitet fizik me pesha, ndërtimi i muskulit që bëhet aty ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit, i cili por jemi në menopauzë është i ulët. Dhe pastaj duhet të punojmë komplet, por këtë pjesë nuk e ndaj dot në një video të tillë, sepse është duhet shumë bërë personalizuar, duhet punuar me insulinorezistencën, e cila në menopauzë përkeqësohet natyrisht. Pra në qoftë se ne gjatë kohës së rinit nuk kemi insulinorezistencë, quhet që jemi insulinosensitiv, pra insulina jon hidhet në trupin ton në momentin e duhur, bën funksionin e duhur etj. Duke kaluar moshën dhe duke u afruar në menopauzë, kapaciteti i pankreasit ton për të prodhuar insulinë në kohën e duhur, në momentin e duhur, dhe që kjo insulin të shkojë dhe të penetrojë në qelizë dhe të arrijë të djegë sheqerin, që ne kemi ngrënë ndërkohë, është më e kufizuar. Ndaj, duhet të punojmë me pjesën e insulinorezistencës. Prandaj atyre nuk i funksionojnë, po themi, dietat normale që bëhen, sepse pa rregulluar insulinorezistencën, ajo dietë siç i morë kilet, siç i humbe kilet do t'i rimarrësh. Miq të dashur, nëse keni të gjitha këto problemet që Adia sapo po përmendit, domethënë shkoni një herë te faqa Adios, shihni nëse ka diçka që ju pëlqen, edhe nëse është diçka që juve ju mundon, normalisht kontaktoheni siç e dëgjuat edhe pak më përpara, nëse keni qenë të vëmendshëm, nëse keni qenë në faji juaj, Adia përgjigjet në momentin e parë që jepet mundësia dhe është voletale, është kështu blitz, domethënë e keni aty edhe normalisht nëse ju duhet ndihma saj, ajo është për juve aty, me të gjithë dëshirën, vullnetin dhe dashamirësinë e saj. Se kam alsa mos më ikën, edhe dua të përmend disa pjesë që janë tani çik për mua, ta kthejmë çik vëmendjen nga unë. Tashi, ne molomenët në gjuhën e popullit, domethënë ne si meshkuj, gjithë secili ka një partner, nëse s'ka partner, ka një nën, ka një motër, domethënë ka diçka. Edhe ndonjëherë jo rallëherë,
gjendesh përballë situatave, domethënë që ti thjesht ekziston edhe merr frymë dhe e ke fajin për çdo lloj gjëje që ndodh. E ke parasysh kopës, po. Edhe egoja ose jo egoja, po në fakt ajo mendja e mashkullit mundohet domethënë që të zgjidhë një problem, thonë që ore vllai, po ç'a bëra ose çfarë mund të bëj që mos ndodhin këto. Tani, kemi ndonjë rol ne që për ta bërë pak serioze. Kemi rol e parafare edhe nëse kemi çfarë roli është ky. Domethënë ç'a mund të bëjmë ne? Shumë pyetje e bukur, shumë pyetje e bukur. Komplimenta për pyetjen. Se e bukur sepse më vuri në mendim, ë? Pra, nëse këto të tjerat unë i di përmendësh edhe nuk kam nevojë të mendohem. Kjo është një pyetje që më bën në mendim. Unë personalisht mendoj që femra kur është në ato ditët e veta ose para ditëve të veta, që quhet, është natyralisht e predispozuar për mos qenë në optimumin e formës dhe të humorit. Kështu që gjë e mirë që mund të bësh është që mos t'i biesh në qafë, domethënë. Që këtu i gash bia. Jo, mos t'i biesh në qafë në sensin mos ndricesh, që por në ato të vetën, sepse për 2-3 ditë do kaloj. Dhe pastaj, në qoftë se vëre që në le të themi në ditën e partneres tënde ti vëre që ajo ka nevojë për një çik mbështetje, për të folur, për dashuri, për të ndarë gjëra me partnerin e saj, është mirë që në ato ditë të gjendesh pak më shumë, pra ti jesh pak më shumë prezent. Në qoftë se në ditët e tjera, domethënë edhe mund mos t'i bëj përshtypje fakti që ti nuk është që po merresh aq shumë, në ato ditë bëhesh pak më vulnerabël, më sensitive. Është ajo, domethënë femrat kur I vjen cikli është kështu, janë si ato macet, e ke parasysh që duhen kokoluar, duhen përkovelur, domethënë ajo lloj ideje. Kështu që nëse keni nerva dhe nuk jeni shumë të lodhur, jeni të mirë pritur që të jepni pak suport emocional. Kështu që bën tani kur të zotë ta heqësh. Luana, ti çfarë mendimi ke për të pjesën? Për të fazën premenstruale? Ndonjëherë atëherë jam shumë dakord me Adjen. Adja flet si profesioniste, por që edhe unë një gjë të tillë mendoj është që partneri në këtë rast po të tregoj pak më I kuptueshëm, më delikat, atëherë do ndihmonte gjithë procesin, se ndonjëherë nuk e di, jo çdo muaj është një lloj, ndonjëherë mund të qellosh ndonjëherë më e ndjeshme se sa herët e tjera. Edhe për këtë arsye po të kesh dikë të kuptueshëm, I cili të pyet në rastin tim, partneri im është interesuar në cilën fazë ndodhem unë të ciklit menstrual, dhe në momentin që ndodhem në fazën paramenstruale, është veçanërisht I kujdesshëm që të komunikoj me mua në një mënyrë të caktuar. Por, ndonjëherë, kur nuk është në dini të ndodh ndonjëherë në ajo batuta, kur jam me nerva, edhe mos do të vinë ato. Është ajo pyetja aty, nervozohesh aq keq sepse të përdoret në një gati si goditje. Domethënë ti ndoshta je e mërzitur ose e shqetësuar dhe ke arsye për të revoltuar për diçka dhe të përdoret si argument, mos është ky reagimi jot kaq ekstrem sepse ndodhesh përpara menstruacioneve? Shiko, unë nuk mendoj se është gjithmonë. Shiko, mos t'ia vëm fajin të gjithëve. Unë mendoj se siç e kam bërë edhe unë disa herë, edhe shumica e bëjnë vetëm që të sigurohen. E ke parasysh që nëse që siç e thamë që duhet të jem pak më të vëmendshëm dhe pak më të butë, edhe pap ç'a bën ti është backdoor protection, thjesht sigurohesh që dale që nëse është diçka sensitive, nëse është kjo gjëja, nëse kjo gjëja po ndodh, atëherë unë duhet të tregohem pak më I butë, e kupton? Pavarësisht se sa toksike apo sa e shëndetshme është kjo është një pyetje tjetër, pastaj mund ta diskutojmë kjo, mund ta diskutojmë një episod të gjithë për këtë pjesë. Po unë mos e ndaj diçka nga vetja domethënë normalisht sepse edhe un kam një nën, edhe un kam një partner dhe pavarësisht tyre macho llojeve, domethënë gjithë duam të dukemi jo të fortë, jo çuna, jo burra kështu po. Tani o do ta mbash gjyshe ke ose rri vetë vëlla, kështu që doni s'doni, duhet ulur koka, duhet maturuar. Un nifem, domethënë nga shoqëria, nga familja ime që kam temprin e keq, që jam I padurueshëm e të tjerë, por që duke provuar nga dy perspektiva të ndryshme, kam vënë re që
është një tjetër nivel pjekurie, domethënë nëse e merr pak nga vetja jote, se nuk të kushton ndonjë gjë, se nuk të mbaroi dita, domethënë se i kushtove pak më shumë rëndësi. Okej, unë e kuptoj të gjithë djemve dhe burrave, kuptoj që jo gjithmonë gjërat janë interesante, po thjesht dëgjoj plak. Ke parasysh duhet të jesh aty, se edhe ti si edhe unë nuk jemi gjatë gjithë kohës interesante dhe ne prap dëgjojmë, kështu. Duhet të jetë reciproke. Rëndësi ka që të ndihet një lloj suporti, pastaj nuk është ta thënë që të rish atje 2 orë duke marr më të mira, por më thon minimalisht mos i bjerë në qaf mirë. Domethënë kjo është kështu minimumi. Pastaj nëse do të upgradesh, shto këto gjëra. Të tha Luana ta bëj një pyetje. Me para se të lëvizim nga kjo tema, çfarë mund të bëjmë në mënyrë të tillë, disa këshilla ndoshta të përgjithshme për ta ndier më pak këtë moodiness, këtë ndryshimin e humorit gjatë në momentin para menstruacionit. Kam një super këshill, e kuptova. Ha çokoladë të zezë. Okej. Kam këshill të mirë se kjo? Jo, në fakt ajo është çokoladë e zezë, përmban shumë magnez. Po, përmban shumë magnez ose kakao, ato faret e hidhura të kakaos, pa janë optimumi pastaj, që përmbajnë shumë magnez, edhe magnezi dhe vitamina B6 japin një stabilizim të humorit përpara ciklit. Ndjen. Kështu që lëjini milkat dhe këto gjërat e tjera që janë sheqer gjatë gjithë kohës, edhe unë gjithmonë kam pasur qef çokoladën e zezë, gjithsesi unë kam një lloj metabolizmi shumë çuditshëm si i madh, pavarësisht se edhe unë kam vënë pak kile këto kohët e fundit, por që kemi një lloj metabolizmi, domethënë që ha dreqë shejtan, edhe nuk so. Unë jam në sfidë me veten time për të shtuar kile dhe me zi po ja arri qëllimit. Edhe në qoftë se unë mendoj se është si me shumë gjëra të tjera, edhe çokolada e zezë kam dëgjuar shpesh edhe në biseda me miqtë e mi që është diçka që plako nuk është aq e shijshme, edhe jam i bindur që është thjesht duhet ta mësosh atë paletën e gjuhës tënde, sepse në momentin kur ti e ke provuar disa herë rresht, domethënë dhe e ke ndier vërtet shijen e çokoladës, atëherë ajo çokoladë me sheqer nuk ka për të pëlqyer asnjëherë më. Është njësoj si, e di si është kjo? Fiks për shembull, për shqiptarët është si kafja, domethënë e pi me sheqer, kur mësohesh pastaj pa sheqer, unë tani po të pi kafe me sheqer, nuk bie fik direkt, domethënë nuk më përzihet. Është shumë e keqe domethënë. Unë kam shpallur edhe luftë sheqerit vet. Unë po bëj 2 javë tash që kështu buke dhe gjëra zero, se e kam vënë re që më bëjnë shumë përgjumësh, më fryn, edhe kështu gjëra të tjera, edhe e dim ne si shqiptarë kemi çik të pamundur domethënë të koncipojmë si mund të ketë një vakt robi pa bukë, po që bën vaki. Si gjithë bota tjetër nuk janë budallënj, domethënë që e bëjnë, kështu që gjithë secili duhet të shohë atë çfarë funksionon për veten e tyre. Unë jam tek karnivora, aty ndihem më perfekt, po do shumë punë, kështu që për meshkujt dieta karnivore dhe keto, pra ketogjenike është shumë e përshtatshme. Shumë. Edhe aktiviteti fizik. Edhe unë do të ndaj diçka me meshkujt që po e dëgjojnë këtë, nëse se kanë mbyllur dhe tash, se po flisim për periodat, është që siç e thamë atë për pjesën përpara, për gjitha vajzat dhe gratë për shkak që s'kan kohë ose nuk e kanë prioritet të parë, domethënë është një pjesë e meshkujve shqiptarë që ne diskutojmë dhe bëjmë edhe meme gjatë gjithë kohës, që vajzat janë peri të bukura, kurse meshkujt jo në formën e tyre më të mirë, le të themi. Është i prioritetësh plakë, përveç duhet të hiq një gjë tjetër, mos bëj diçka që do bëj diçka. Unë jam fajtori numër 1 për këtë, edhe unë e them hapur që jam fajtori numër 1 që nuk e kushtoj shumë rëndësi vetes time, jam koshient për këtë dhe mundohem aktivisht ta ndryshoj, kështu që sa më përpara të vija i realizimi në kokë që diçka nuk është në rregull, aq më përpara do fillojnë ndryshimet, domethënë. Luana, ke ndonjë gjë tjetër? Të ka ngelur ndonjë gjë tjetër në mendje? Kisha diçka, edhe po që lidhej, nuk e mbaj mend çfarë pyetje u bë, po më shumë lidhet me këtë ignorancë ndoshta, edhe të paditurinë për tema të caktuara të njerëzve që jetojnë në Shqipëri, si femra, si meshkuj, edhe unë desha në fakt të përmendja që shpesh
tema të caktuar që i përkasin seksit ose shëndetit femrave, organeve femërore, janë tema të cilat nuk duhen prekur, dhe mos kur jenë në ambiente me meshkuj, sepse shtrëmburojnë fytyra, qëllon shpesh. Nuk e di, unë jam rritur në një formë caktuar shumë interesante, madje diskutimin e parë në lidhje me menstruacionin e kam bërë me babin, ku kam qenë nuk e di sa vjeç. Është personi i parë që në mënyrë shkencore më shpjegoi se si funksionon gjërat. Po. Kështu që jam mësuar në një mënyrë caktuar. Po qëllon shpesh bëj edhe krahasimin në kohën kur i kam jetuar për shembull në Itali ose në Gjermani dhe në kohën që jetoj në Shqipëri. Nëse thua dikujt nuk ndihem mirë sepse kam menstruacione, po kush ishte nevoja që të ma thoje, pse do ta ndaje me mua këtë informacion? Njerëzit që janë të afërt ose nuk po ndaloj një njeri në rrugë të them gjërat e mia personale. Ndërkohë që një reagim të tillë nuk e kam pasur. Ai do ishte probleme, nëse ndalon njëri në rrugë do ishte probleme vete, kështu që. Ndërkohë që këtë problem nuk e kam pasur për shembull në kohën kur kam jetuar në vende të tjera jashtë Shqipërisë, po këtu ndodh shumë shpesh. Domethënë që është ajo fjala perioda është sikur u ngjitet mishi njerëzve dhe bubuç na the, ç'është ajo gjëja që the, perioda. Dhe e fundit fare dhe do ta mbyll, për herë të parë më qelloi. Po, më qelloi në një emision televiziv që parë se Buçi e di që unë shoh ndonjëherë dhe Butalliqe në TV. Edhe është një emision vallëzimi në Top Channel. Dhe për herë të parë një personazh të cilin unë nuk e kam qef, nuk kam simpati, po tha, nuk ndihesha mirë, nuk kërceva mirë se isha me perioda. Dhe të gjithë, mos e thuaj, a kupton, ishte një, sikur çfarë tha e shkreta. Edhe u përpoqën që ta mbulonin, ta rregullonin, se ai gjë e natyrshme, natyrale. Gjysma e popullsisë botërore e kalon këtë gjë, nuk e di. Jo, domethënë mua më habit që mbulojnë këtë lloj gjëje dhe pastaj shikojnë këtë ishullin e çfarë është kjo gjëja që dalin të gjithë të zhveshur edhe kamera nga poshtë nga lart, domethënë, ama këtë që është e natyrshme dhe nga e cila vijnë edhe gjëra shumë hyjnore, siç është lindja e një fëmije. Këtë ta kamuflojmë, pastaj këto që janë të tjerat këto i marketojmë, mundësisht i idealizojmë që të gjithë adoleshentët të jenë ashtu, e me radhë. Domethënë këtu është absurditeti i shqiptarëve, po nuk po hapim këtë temë. Fatkeqësisht jemi unë ka qenë një nga monologu im i dytë, pavarësisht se është në një nivel brutal normalisht, sepse është i dyti, unë nuk di as se si. Por që mendoj që gjithsesi mesazhi atje ka qenë thelbësor. Monologu im i dytë ka qenë sfungjeri dhe jam i bindur që ne si shoqëri jemi akoma në atë fazën e sfungjerit, që marrim gjithmonë pistllëkun dhe gjërat më të padobishme nga jashtë edhe i marrim antivlerat, i konsiderojmë si vlera, si meshkuj, si femra, si baba, si nën, si beqar, si të gjithë. Domethënë, ma ha mendja se do doj edhe kjo pa kohën e vet, por rreziku është shumë i madh që të futemi në një Teufelsküche, i thonë gjermanët, është një rreth vicioz, domethënë që nuk del dot më, sepse duhet të jesh gjithmonë do të jesh më trendi, gjithmonë është dikush më shumë trendi se ty, gjithmonë është dikush më i zbuluar se ty, gjithmonë i ka muskujt dikush më të mëdhenj, gjithmonë e ka gjoksit dikush më të madh. Ke parasysh edhe është kjo gjëja që mua më dëmton keq fare, për shembull edhe mua s'më dëmton se s'më prek fare, po që më bezdis si gjë, sepse kapaciteti edhe ajo çka është njëri për shembull nga sidomos nga këto afeksionet e mia le të themi psikologjike, filozofike, wannabe, domethënë amatoreske, është shumë herë më shumë njeriu se sa vetëm ato gjëra dhe më duket vërtet sikur e klasifikon kështu si gjedh, si lop, si pula, domethënë që okay, është e shëndetshme, ka forma, është mirë, ai çao. Edhe të gjithë ato 80% tjetër domethënë e hedhin jashtë dritares. Kjo është shumë fatkeqësi, kështu që njerëz lexoni atë librin që tham përpara, ndiqni Adjen, ndiqni dhe kompetentet që kanë bërë ta kështu si tip mungesash, le të themi. Po, por që do fillojnë përsëri tash, sepse kanë filluar dhe emisionet e reja, kështu që gocat edhe kemi flak për pak për të analizuar. Unë nga ana ime i konsumova pikat më të rëndësishme, nëse juve keni diçka që a do zëmra, fjala është për juve.
Unë jo, besoj edhe unë ndava ato që doja të ndaja, po të futemi në këto tema që prekëm tani në fund, kam idenë që duhet një podcast i ri, kështu që nuk do vazhdoj të vijoj, ndaj totalisht njëjtin mendim me ty dhe me Luanën, që duhet të jemi pak më shumë të hapur ndaj gjërave që janë të natyrës, ndaj gjërave që janë të pastra, ndaj gjërave që nuk janë të stisura, nuk janë artificiale, nuk janë Botox and Company, nuk janë thonjë me gel nga kaq. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam shumë pro natyrës. Thoshte Ana Magnani e famshmja, non togliete mille rughe, që ho messo una vita a farli, me thënë mos më qiqni rrudhat, se më është dashur një jetë për t'i bërë. Kështu që me këtë do doja ta mbyllja, domethënë, ku ka si natyrshmja, të natyrshmja tregon eksperiencën tënde, tregon që ke jetuar, tregon që ke jetuar bukur, ke qarë, ke qeshur, nuk ka pse ti marrim gjërat edhe ti stisim, ti çojmë drejt një artificiale të shëmtuar në fund fare, vetëm sepse është copy paste i një imazhi të stajuar nga dikush pervers që i ka pëlqyer në një moment të caktuar që femra mos jetë unike, por të jetë copy paste me moza, me buzë, me gjoks dhe kaq. Ndërkohë që femra jeni çifti perfekt. Një gjë të tillë kemi cekur dhe me Andi në episodin e fundit që bëm, domethënë, për sa i përket meshkujve, domethënë që ju përputheni si ato jigsaw puzzle së bashku, kështu që Luana që për të shtuar, sidomos me qenë se ishte kaq i vështirë komunikimi se ju jam mbivendosur 20 herë, domethënë ju flistit, unë ju flisja sipër, nuk e disa sekonda me vones jam, kështu që unë them ta lë me kaq për sot. Dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që të komunikoja me ju të dy. Spektakolare. Ju njerëz që shihni këtë episodin, të dini që episodi është ngarkuar në fillim në Patreon dhe në YouTube membership, ku ju mund të bëni pjesë vetëm në kliket që i keni në description poshtë kudo që jeni. Më e rëndësishme mbetet edhe vazhdon edhe do vazhdoj të mbetet që juve të komentoni, të jepni mendimet tuaja, të bëni pyetjet tuaja nëse doni, të jepni një lloj kritike nëse keni, domethënë edhe ta shpërndani me ku dëgjoj, me atë shoku që ke përballë, me çunën e tezës, me hallën, I don't know. Gjithsesi ka dikë që ky informacion do ishte i vlefshëm për të, edhe faleminderit që mbijetua deri në fund. Adja, ishte vërtet një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Unë mësova shumë gjëra sot. Edhe ju sugjeroj gjithë domethënë që të ndjekin gjithë materialin tënd që mjalt dhe hën hormonet e lumtura në Instagram, pasi ju e dini tashmë që Instagrami është platforma ime e preferuar. Je në platforma të tjera, Adja? Jo, jam prezente por nuk jam aktive. Domethënë, le të themi platformë kryesore kam Instagramin. Në rregull, kështu që Instagram tash gjithë secili e ka në këto, kemi arritur deri atje që gjithë secili e ka, kështu që shkoni atje, ndiqni ato tuat, siç e thënë ka goxha informacione falas, ka shumë informacione domethënë që mund t'i përdorësh vetëm po ta dëgjosh edhe mos reagoni si kafsh, që reagoni në një herë të vizit e bucit, dëgjoj një herë deri në fund se çfarë është mesazhi, analizoje një herë edhe pastaj shife që të përshtatet apo jo dhe provoje, se po nuk e provove, duhet të jesh pak fëmijë, duhet të provosh gjëra gjatë gjithë kohës derisa të gjesh atë që të përshtatet ty. Dhe ne këtu e mbyllim këtë regjistrim, bashkë miru pafshim dhe miru dëgjofshim herën tjetër, natën e mirë, ose ditën e mirë, ose mëngjesin e mirë, varet kur po e dëgjoni këtë gjë, edhe ja kalofshi shumë bukur. Edhe mbajini hormonet e lumtura. Ciao, fantastik. Pacem. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.